Por, për t'ju rikthyer temës, fakti që sot kemi një qeveri të investuar në pastrimin e parave të narkotrafikut, nuk duhet të harrojmë që sot kartelet janë shpallur organizata terroriste. Po. Dhe ja kanë lënë prioritet qeverison dhe prokurison speciale. Dhe që është e vërteta, kemi një shtyrje të fortë të gjithë qeverisë për mos diskutimin dhe mos hetimin e kësaj çështje. Marrim mediat afër qeverisë. Ka rreth 1 muaj që qoftë tek Tema, qoftë tek Bolino apo tek ajo ABC-ja, që janë kështu në shërbim 24 orë, ka vetëm një muhabet. Si po rritet vlera e pronave në Shqipëri. Edhe mediat kombëtare e bëjnë këtë. Po gjitha çfarë janë këto? Të gjithë, këtu 90% ata i kanë, nuk kanë një dallim. Si po rritet vlera e pronës në Shqipëri. Dhe që ky është një lajm shumë i mirë. Shqiptarët po dëgjojnë burgjeve për të marrë prona dhe gjyqeve. Si po rritet vlera e pronës. Gjithë kjo vjen edhe vet guvernatori. Presioni thotë që vjen ndaj Bankës Shqipërisë. Po për çfarë lidhet presioni? Presioni është pikërisht ky që të prodhohen statistika fiktive për t'ju dhënë këtyre mediave që thonë që po rritet vlera e pronës në Shqipëri. Që është një absurditet. Në fakt ne këtu po shkojmë drejt një fllluske në sektorin e ndërtimit, pikërisht për kësaj skeme të pastrimit të parave, të cilën do ta vuajnë kurriz qytetarë, siç po e vuajnë edhe sot. Një qytetar shqiptar sot i duan 99 vjet punë që të blejë një shtëpi. Për shkak të pastrimit të parave që bën Edi Rama me kartelet të cilat ai bashkëpunon. Dhe këtë edhe një herë përsëris. Këtë e thot Departamenti Amerikan i Shtetit, të e thot antimafia italiane, për lidhjen e politikës me krimin dhe pastrimin e parave në sektorin e ndërtimit. Edhe dje e pyet ata, zotin Dumani, nuk mora përgjigje. Çfarë po bëhet me hetimin? Ai tha që as bankat s'pastrojnë parave. Ai tha shumë gjëra, po nuk tha asgjë. Dhe në rastin konkret unë e pyeta konkretisht. Çfarë po bëhet, çfarë po hetoni ju me pastrimin e parave? Këto kullat që ngrihen dhe biznesmen që janë javor, dalin nga hiçi. Po pa kapital. Pa gjë, 35.000 euro kapital, 104 kull. Ç'o thotë kjo? Ka ndonjë hetim për këta? Dhe si marrin lejen më zotëri këta? Se këto leje i jep kryeministri vet. Po. Ky e ka bërë qëllimisht. Ky ka ndruar ligjin që me kullat të merrem unë. Pra ky ka bërë ligjin që me Arubën të merrem unë. Ai tha s'dëgjoj. Unë dyshoj që të ketë deleguar njëri ai atje, siç thotë hetimi, që kanë shkuar ca ministra, nuk i lën këtë shkojnë ata, se s'ka besim. Ky shkon vet atje. Jam i bindur që ky do ketë shkuar vet atje. Ky do ketë folur vet atje. Se nuk i le ai që të bëjnë marrëveshje ministrat me Arubën. E bën vet marrëveshjen. Ky të cakton dhe arkitektin. I gjati. Po. Ky është po i njëjti që e ndroi ligjin që me kulla të merrem unë, thotë. Pse do merresh këy me kulla? Ç'pun ka një kryeministër të merret me ndërtimin me kullat? Një kryeministër ka punë me kullat kur ka punë me kartelin dhe pastrimin e parave. Dhe janë në disa raste eksponentë të cilët janë në pjesën e ndërtimit, nga këta që dalin nga hiçi, janë po të njëjtët që para 6 muajve apo 7 muajve kanë hapur dhe ndonjë agjenci imobiliare. Ndodhen dhe këto raste. Janë agjenci imobiliare që dalin nga hiçi. Në emra të çuditshëm. Dhe kur I kërkova zotit Dumani, a ka në jetim, unë nuk mora përgjigje për këtë. Siç nuk mora përgjigje që si ka mundësi që individët të cilët janë të lidhur me narkotrafikun janë shpallur investitor strategjik. As për këtë s'mora përgjigje. Ai e ka detyrim kushtetues të më kthej përgjigje mua. Po këtu s'ka institucion, s'ka shtet, s'ka ligj, s'ka gjë. A zhbët më kjo situatë në... Çdo që zhbët, po duhet të kesh vullnetin për ta zhbërë. Këto kanë vullnetin për ta... Te i bërë. Ta kanë vullnetin për ta rritur. Më po them keni kryeministrin I cili del nga mëngjesi deri në darkë dhe thotë do integrojmë Shqipërinë në Europë. Blini prona sepse do rritet çmimi. Do dyfishohen. Se ky do justifikimin të kartelet. Se ka hall mos I ikin kartelet. Dhe mërziten që s'marrin përfitimin e tyre mbrapsht. Domethënë ky ka hallin e karteleve. Ky s'ka hallin e shqiptarëve. Kemi arritur në këtë pikë që kemi një qeveri sot që punon për ekonominë e karteleve. Ndërkohë ekonomia e shqiptarëve është në skëter. Dhe prandaj po ikin qytetarët, se nuk ikin qytetarët nga mirëqenia e vet, ikin nga mirëqenia e qeveritarëve. Kur janë qeveritarët shumë mirë, më mirë se ç'duhet, më mirë se ç'supozohet, ikin qytetarët.
Sepse atyre u bjen për të kenë varfërinë dhe jo mirëqenien, për shkak mirëqenies qeveritarëve. Pra në këtë kontekst nuk ka diskutim që kjo është cënim i drejt për drejt i sigurisë kombëtare. Bashkëpunimi i krimit me qeverinë është një plagë e cila do jetë shumë vështirë për të zhbërë.